tani për skuadrën e Dugaxhinit. Nga i loja topin para Roganović për Thaqin, shumë i fort pasimi nga mbrojtja Delzon Sigurno me kohë. Topin për Margono për Arkem, topi shkon për Arkem. Pasimi ulët në zonë, goditja drejt portës Margono, super ndërhyrje. Një goditje drejt portës. Çfarë rastëria? Reziston goditjes. Nga përpjekja e Shabanit, me një Arkem në zonë. Kosisht për kthehet në posedim të Dugaxhinit. Margono pata përshtypjen që edhe pati edhe lojë me dorë në momentin e pranimit të topit nga prapa Shtica, por primare është pozita e tij jashtë lojës. Thaçi, Arkimi i Thaqit, goditja me kokë Mark. Kombinimi i fesht me Morinën, Thaçi, Arkimi drejt zonës. Del Margono dhe shkaktuan ndërhyrje e paliuar nga prapa Shtica në fund. Në momenti i fundit. Pasimi shumë i mirë për Thaqin, tani kjo mund tjetë rrezikshme. Thaçi, pret Margono. Pasur edhe ndërhyrje nga Basriu. Taipi. Nga distanca. Kryeziu me kontakojnë drejt kapiteni. Pasoj gjithë Margono, rrezikon pak. Është i sigurt në beprim që pas problemi, problemi ka pasur më shumë në fazën e sulmit të Margono. Sulmi dytë me topin e rit, pas aty të thonë nuk arrin ta kthej për Kiçinën. Do të ketë shumë kujdes mbrojtja e Dugaxhinit sepse 0-1 rezultati në Sport 4 Fiorentina. Po i forcuar edhe për ta gjetur golin e tretë Dugaxhinit këtu Fatan Neziri lëshon hapin. Neziri, bukur driblimi Neziri në do të gjej atje Altin Aliti, me kjo mund tjetë i rrezikshëm është Arkimi, intervenon Margono. Ja, njerë këtu Valmir, ndërhyrje pas tentimi që të futet mes dy lojtarëve. Hajde kthen topin mbrapa. Tjetër Arkimi rrezikshëm, skuadra intervenon. Pasimi mirë i Kamerunasit. Arkimi nga Vendia dhe lodhja ndihmoi këtu. Bieronaj goditje deri Perçeli. Topin e ka mundur edhe ta kap lehtë këtu. Pasimit e Knapi. Kemi Knapi sa i shpejt. Goditja. Intervenon Margono. Knapi. Bastri drejt Kryeziut, bori fort është ai top. Rrezikon pak sa Mark. I cili plason të majtën. E gjen të përgatitur Margonon. Shillova nuk ka hapësira. Shillova vazhdon ta mbaj topin, goditja. Margono rasti tjetër e Lezit. Edhe ndaj Elezit. Mbetet 0-0. Ky pasim përpara rasti për dritën Shoev. Çfarë mundësi e mirë për Vladasit. Pret Margono. Super mundësi është kjo. Të ketë aq pak tifoz në këtë përballje që jemi duke përcjellë. Vetëm zonën e barazhit e kush bie direkt në Pasimi në dellëzi, Margono kontrollon topin. Pafiu shumë i fort. Margono. Nuk është dellëzi Margono, por e largon Pasimi prapa. Labjani mirë te Filip Glegoro. Tovi goditja intervenon Margono. Tjetër shpëton Sadriut. Në duar e ka portieri Margono, rasti më i mirë i Verizajt në këtë ndeshje. Goditja. Pasimi brava, Margono me gjatësi. Edhe pozita e drejt dalja në Evropë, madje Malisheva po barazon deri më tani 0-0. Pjesën e sulmit në pjesën e dytë tek Verizaj ka mundur të shënë edhe golat e tjerë. Dy super mundësi i pati në minutë.